rutinë që donin për ditë. Sa është e rëndësishme me pas kujdes këtu në trajtimin e lëkurës? Sikur se, edhe ne teshat e trasha, gradualisht i largojmë, sepse fillon edhe koha të rrezet e diellit, me dalë, koha mundzi. Ashtu edhe lëkura e ka atë rutinën e vet, me kalu nga dimri në stinën e pranverës, duhet një rutinë tjetër. Sado që gjatë stinës së dimrit janë ato hidratus e ndryshëm, sepse është edhe lëkura, e lyp kremat edhe ato përkatëse që janë për lëkurën. Zakonisht në pjesën e pranverës duhet një hidratim pak ma ndryshe, me ndonjë vitamin C, apo me ndonjë krem që i përshtatet tamam në lëkurës, po në këtë rast duhet përshkrimi tamam nga dermatologu, sepse shoh pacienta që në rrjetet sociale blejnë produkte të ndryshme, nuk e din as përmbajtjen çka ka në to, edhe në këtë rast askush nuk jep përgjegjësi nëse ka diçka në efekt ansor, gjatë që efektet ansore janë të shumta. Mandej kur vinë te dermatologu, atëherë është stadi i fundit, ndoshta ato efekte ansore negative mundem me kanë jo të riparueshme, sepse ajo është lëkurë, dhe dëmtohet. Kështu që mundem me pas ma shumë ja nisin edhe rrezet e diellit me dalë, edhe yndyrë ma shumë prodhohet në pjesën e lëkurës, mundem me një hidratus, me një vitamin C, apo mandej tutje mundem edhe pastrimet ndryshme.